Administrata e Trump përpilon listën e objektivave për hetime agresive, Soros i qëndron në krye. Administrata e Donald Trump planifikon ndryshime të mëdha në shërbimin e brendshëm të tatimeve IRS për të mundësuar hetime më agresive ndaj grupeve që mbështesin majtizmin dhe donatorëve demokrat. Sipas një raporti nga Wall Street Journal, reforma e propozuar do të përfshijë emërimin e aleatëve të presidentit Trump në divizionin kriminal hetimor të IRS-s. Gary Shapley, kryetar i sekretarit të thesarit Scott Bessent, po udhëheq këtë përpjekje. Sipas mediave të huaja, thuhet se ai ka përpiluar një listë të mundshme objektivash duke përfshirë miliarderin donator George Soros dhe grupet e lidhura me të. Kjo iniciativë është në përputhje me një projekt më të gjerë nga presidenti Trump për të hetuar mbështetësit financiar të atyre që ai quan grupe anarkiste në qytete të drejtuara nga demokratët. Trump ka urdhëruar Bessent që të identifikojë rrjetet financiare që sipas tij nxisin dhunë politike. Soros themeloi Open Society Foundation që finalizon kauza të majta në mbar botën. Presidenti Donald Trump e ka sulmuar Sorosin disa herë publikisht dhe në gusht ka kërkuar që ai dhe djali i tij të akuzohen sipas ligjit RICO, duke i akuzuar se financojnë protesta të dhunshme. Kur u pyet për këto ndryshime, Shapley tha: Wall Street Journal, jam i njohës që vazhdoj rolin tim në reformimin e IRS-s.